pas publikimit të një albumi mbresëlënës nga moderatorja bukuroshe Kiara Tito, ku shfaqet me partnerin e saj Luizin dhe vogëlushen Luna Mari gjatë pushimeve në Dhërmi, nuk ka munguar edhe reagimi epik i fenomenit Shkodran. Luizi, i njohur për sensin e tij të spikatur të humorit dhe autoironin që e bën aq të dashur për publikun, ka rrëmbyer vëmendjen me një koment që tashmë po bën xhiro në rrjeteve sociale. Veç fotot ku nuk jam unë janë të bukura. Aq keq dal, sa që edhe Instagrami më pyet, a je i sigurt që do ta postosh këtë? Ky reagim ka shkaktuar një val të madhe të qeshurave dhe ndërveprimeve në rrjet, ku ndjekësit janë argëtuar dhe njëkohësisht e kanë komplimentuar Luizin për sinqeritetin dhe humorin karakteristik. Përkundër atyre që mund të presin ndonjë frazë romantike apo koment klasik, Luizi qëndron besnik ndaj stilit të tij të veçantë, gjithmonë i drejtë për drejtë, gjithmonë me një notë shakaje dhe gjithmonë duke e bërë veten pjesë të lojës së ndjeshme të vëmendjes publike. Ky ndërveprim i natyrshëm dhe plot spontaneitet është një tjetër arsye pse çifti Kiara, Luiz vazhdon të jetë në krye të preferencave të publikut shqiptar. Ata nuk shfaqin vetëm pamje perfekte nga bregdeti apo pushime luksoze, ata sjellin të qeshura, përjetime të vërteta dhe një dinamik që i bën të ndihen shumë më afër me çdo ndjekës. E pikërisht kjo është ajo që i bën të pathyeshëm në zemrat e fansave të tyre, thjeshtësia, dashuria e sinqertë dhe humori që nuk mungon asnjëherë. Ky koment i Luizit nuk është thjesht një batutë për të marrë vëmendje. Është një tjetër dëshmi e karakterit të tij të fortë, të ndershëm dhe vetkritik në mënyrën më zbavitëse të mundshme. Në një kohë kur rrjetet sociale janë mbushur me perfeksion të sforcuar dhe filtra të stërtepruar, Luizi vjen si një frymë e pastër realiteti, ku qesh me veten, e kthen çdo moment në lojë dhe nuk e humbet kurrë lidhjen me tokën, pavarësisht famës. Ndjekësit e kanë përqafuar menjëherë këtë shpërthim humori, duke e komentuar me zemra dhe të qeshura, por edhe duke theksuar se, pavarësisht asaj që thot vetë, Luizi del gjithmonë bukuria e vërtetë e fotografive, pikërisht sepse është i sinqert, spontan dhe real. Dhe pikërisht kjo e bën aq të veçantë. Në një botë ku të gjithë përpiqen të duken perfekt, Luizi guxon të jetë vetvetja, dhe kjo është gjithmonë ajo që tërheq më shumë se çdo imazh i kuruar. Ai nuk është vetëm një emër i njohur, por një personazh që e bën publikun të ndjehet i përfshirë, i afërt dhe mbi të gjitha, i kuptuar.